Për të 14 herë me radhë, Ulqini është bërë mikpritës i panairit të artizanatit, një ngjarje tashmë tradicionale që mbledh artizan nga vendi dhe rajoni. Këtë vit, panairi po zhvillohet në ambientet e pazarit të suvenireve dhe organizohet nga shoqata Globus Art me mbështetjen e komunës së Ulqinit. Panairi do të zgjas 4 ditë dhe ofron një hapësirë të veçantë për artizanët që të prezantojnë punimet e tyre, autentike dhe të ndara me dashurinë për traditën, kulturën dhe mjeshtrinë artizanale. Kryetari i shoqatës Globus Art, Ramis Hajdari, theksoi se ky panair jo vetëm që promovon trashëgiminë kulturore, por njëkohësisht shënon edhe hapjen simbolike të sezonit turistik në Ulqin. Atëherë ky është panairi 14 ndërkombëtar i artizanëve, pra është në kuadër të hapjes së sezonit turistik. Para 13 vite kemi mbajtur panairin në plazhin e vogël, por pasi që ky treg pra së shpejti do të hapet, edhe unë kam menduar që këtë vit ky panair të organizohet po në këtë treg. Pra është zemra e Ulqinit, është një treg i cili pra si thash do të hapet shpejti, edhe këtu kemi artizan pra të cilët janë pra nga regioni, pra nga Shqipëria, Maqedonia, Kosova dhe Malizi. Rreth 30 pjesëmarrës pra janë nga Malizi, Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia dhe presim edhe 2 pjesëmarrës pra nesër nga Serbia. Me çfarë janë ekspozuar ato këtë vit? Në këtë panair kemi të ekspozuar, siç shihni edhe vetë të veshjet kombëtare, pra punimet të ndryshme, çilyma, sexhade të ndryshme, punime nga bakri, sapunat të punuar me dorë, pra kemi edhe bijuteritë artizanale të punuar me dorë, punime nga sermi edhe punime të tjera timta të cilat punohen në mënyrë artizanale. Ka artizane edhe nga Ulqini që këtë vit kanë marrë pjesë në këtë panair? Po, janë 13 artizan, pra të cilët marrin pjesë, pra ka artizan nga Ulqini, janë disa artizan të ri të cilët po punojnë, pra po përgatitjen për sezonin turistik, pasi që artizanët e Ulqinit pra punojnë gjatë dimrit edhe përgatiten, kështu që numri i artizanëve të Ulqinit është shtuar në këtë panair. Pra falenderoj shumë për bashkëpunimin edhe komunën e Ulqinit, organizatën turistike të Ulqinit dhe ndërmarrjen për vendimtari komunale të cilët na ka bërë të mundshme hapësirat në këtë vend të bukur, pra në këtë treg i cili pas 40 vite po rihapet përsëri. Pikërisht pra ky panair pra është në kuadër të hapjes së sezonit turistik dhe në Ulqinit i nevojiten panair të artizanatit, pasi që turistët të cilët vinë dhe vizitojnë Ulqinin, pra siç thash qytet historik, një qytet i lashtë, pra këto punime i përshtaten, pra edhe është një promovim shumë i mirë për turizëm, sepse ata të cilët vinë në qytetin e Ulqinit pra do të kenë një kujtim të bukur nga ai panair, pra do të kenë punime të cilat janë artizanale, pra nga artizanët shqiptar dhe artizanët e regionit të Ballkanit. Artizanët pjesëmarrës ndanë përvojat e tyre pozitive, duke e vlerësuar këtë platformë si një mundësi të vyer për prezantimin dhe bashkëpunim me kolegët nga rajoni, si dhe për të arritur më afër vizitorëve të shumtë që e vizitojnë Ulqinin gjatë kësaj periudhe. Është hera jote e parë që merr pjesë në panairin e artizanëve? Po, kjo është hera ime e parë që marr pjesë në panair. Vetëm kam marr pjesë edhe në sportin e vjeshtës, edhe kjo është hera ime e parë për të artizanëve. Je paraqitur me piktura, të gjitha këto piktura i bën ti, sa kohë të marrin dhe sa i kanë interesant vizituesit që vinë për të vizituar panairin? Atëherë varet se cila pikturë ka tematikë ndryshe. Zakonisht pikturat e mia janë peizazhe, të ndërthurura me disa piktura tjera që janë edhe motive nga imagjinata apo abstrakt. Në varësi nga madhësia e tyre, kanë kohëzgjatje ndryshme, mund çdo 2 ditë, 3 ditë, edhe më tepër ka që mundet me vazhdu. Të interesuar ka, se unë këtë biznes e kam filluar online edhe bëj porosi nga kërkesa e varet e turistave apo edhe vendasve këto. Po më tepër edhe mua m'pëlqejnë këto pjesë me shpalos qytetin tim, barkat, kalan, Ulqinin, detin, këto. Ky është viti i 4 me radhë me organizatorin Ramis Hajdari, që kemi një bashkëpunim domethënë. Dhe këtu marrim pjesë me bimë medicinale dhe përdorimet e ndryshme nga bimët medicinale. Çfarë produktesh më tepër keni ju këtu sot në panair? Produktet janë të ndryshme. Kemi bimë medicinale, pastaj kemi krema, seruma, hidrolate, hidratues për fytyrë, për trup. Kemi vajra esenciale të cilat i bëjmë na vetë, domethënë vetë i prollojmë.
pastaj kemi qirin të bërë nga dylli sojës dhe dylli në bletës. Kemi dekorime të ndryshme, të cilat janë të gjitha të bëra punëdore me bimë medicinale, që është edhe si dekorim, po lloj çajrash janë aty. Kemi jastek të janë të bëra në gjergjef, domethënë punëdore dhe të mbushura me bimë medicinale. Për çfarë janë të interesuar më tepër për produktet e juaja vizitorët? Ma shumë janë të interesuar për sapuna dhe krema për fytyrë. Si po e shoh këtu në Ulqin. Merrni pjesë edhe në panajire të tjera me produktet e juaja? Po, marrën pjesë në panajire të ndryshme. Në Malinezi, po ashtu jem në Shkodër, në Bosnjë dhe Hercegovinë. Dhe kështu kemi ftesë edhe në Tiranë, por është pak më larg sepse kam edhe 4 fëmijë të shtëpia dhe e kam punën edhe të shtëpia sepse kem edhe fidanishtën e madhe me produkte me bimë medicinale dhe kështu. Si ndiheni kur e merrni ftesën posaçërisht për të marrë pjesë në Ulqin? Po ndihem shumë mirë, si çdo vit, domethënë secilin vit që më bëhet ftesa, jam e kënaqur dhe e mirëpritur. Pa s obzirom da ja dolazim sa Cetinja, jasno je da ja volim da radim njegoša i da volim da slikam tu tradicionalnu ženu, Crnogorku. Tako da ovaj put predstavljam se sa njima na sajmu i inače stvarno dugujem veliku zahvalnost gradu Ulcinju i uopšte organizatoru ovog sajma, jer po prvi put sam inače ovdje. Ja sam akademski slikar, nemam tu posebnog uticaja, to je prosto nešto što ja nosim u sebi. Sad to što ja volim svoju državu i volim svoj narod, to je nešto što je osobno, koju daje dodatnu inspiraciju da bih ja radila. Prvenstveno, cjelokupni sistem ovog stvaralaštva je jako bitan za čitav svijet, a ne samo za sajam. I ono što je moja preporuka kao neko ko obilazi puno država u toku godine, da ovakvi događaji treba da budu češći. Prvenstveno sviđa mi se Ulcinj, nisam prvi put u Ulcinju naravno i Ulcinj kao Ulcinj treba da ima nešto ovakvog tipa i treba da radi na toj saradnji, na produženju tradicije što se tiče umjetničkog dijela. Tako da sviđa mi se, atmosfera je prelijepa, ljudi su veseli, još uvijek je malo mirno, ali predivno. Nga cili vend na vini? Përshëndetje. Vim nga Gjakova, ne përfaqësojmë shoqatën Medika Gjakova. Në ka ftuar Ramizje, falenderojmë që në ka ftuar në Panajër. Panajën e artizanatëve këto në Ulqin është viti 4 që marrëm pjesë. E sot në Panajër mi prezentua me gjergjefa, çanta, këtë punime dora edhe me veshje kombëtare e kemi. Sa janë të interesuar edhe vizitorët këtu për punën e bukur që bëni ju? Po ka interesim edhe besojmë që do të ketë interesim. Po marrim pjesë, marrim në Prishtinë, në për qytetet Kosovës, marrim në për Shqipëri, e këto vetëm në Ulqin ku të nafton Ramizej. Prije svega želim da vas pozdravim u ime nas ovdje prisutnih iz opštine Petnica koji po prvi put dolazimo ovdje na ovom sajmu i zaista nam je želja da predstavimo bihorski kraj, Petnice, odnosno da izložimo svoje rukotvorine, odnosno domaću radinost, a prvenstveno da predstavimo naš trend bihorski čilim koji je od velikog značaja za područje Bihora. Slobodno mogu reći da smo mi jedni od čuvaoci kulturnog nematerijalnog dobra bihorski čilim. Lično ja kao predsjednica organizacije Vrijedne ruke i kao moje članice koje su u udruženju Vrijedne ruke također su i čuvaoci kulturnog nematerijalnog dobra. Tako da nam je želja bila da ovdje danas budemo po prvi put i da predstavimo naše ove rukotvorine koje su od velikog značaja, pa se nadam da ćemo sa ovim našim prisustvom prezentovati kako našim, tako i inostranim gostima naš brend koji je od velikog značaja za promociju Petnice i cijele Crne Gore. Ky panajër është një dëshmi e gjallë e pasurisë kulturore që e bën Ulqinin një pikë të rëndësishme të bashkëpunimit të traditës dhe turizmit në rajon.